si minister, pastaj nëse eventualisht vazhdojnë në qeveri normal që do të ketë fokusin e qeverisë në dëshëm apo s'dëshëm në Kosovë funksionon kështu që buxhetet komunale janë të pavarura ato që i takojnë sipas ligjit, pastaj të hyra tjera janë në bazë të partneriteteve me qeverinë qendrore dhe ndonjë grant aty këto dhe shumica projekteve kapitale domethënë bëhen përmes mbështetjes së nivelit qendror dhe kjo bëhet varësisht për kryetarit të komunës që qysh din me pas projekta, din me atraktua, po edhe ma shumë për ngjyrës partijave. Po edhe ngjyrës partijave, kuptohet. Kështu që në këtë është favar sepse potencialisht Mitrovica mundet me mjë aprovu të projekte të shumta nga niveli qendror, shtoja faktin të edhe për krajën që e ka të shumë të vetë cekët nga zoti i Kurti. Me që se dim kush ka me qenë qeveri nivel qendror. E vërtet është, po kjo që është, po flas konsolacionin që jemi tani. Në anën tjetër është një kandidat tjetër nga Partia Demokratike, po ashtu është kandidat i ri, fryme re, i cili ka qenë surpriz, po qish duket edhe aty janë surpriz në rezultatin e zgjedhjeve, jo në ditën e fundit. Dhe është mirë kur në Mitrovica është kthyer në qendër të vëmendjes, sepse ka dy kandidatë jashtëzakonisht mirë. Konsideroj që normal avantazhet më të mëdha ka për shkak kësaj mbështetjes së madhe, pozicionimit në qeveri, votën nacionale që ka zoti Peci, dhe po ashtu edhe puna që është bën nga strukturat e sigurisë dhe të qeverisë në Mitrovic në veri. Kjo është avantazhi. Pastaj avantazhi i zotit Arjan është se e ka koalicion me të gjitha partitë tjera politike dhe kjo të fiton më i miri. Këtu unë publikisht shpresoj që të fiton zoti Peci. Dhe kam problem. Tash mojtë në unë. Kjo është po. Kjo është korrekt. Po, kur mojnë unë korrekt është, ki drejt me mojtë unë, pse jo? Kush fiton në Mitrovic, Matoshi? PDK. Mëse po kërkuar. Dem Hausaj? Mendoj që fiton Arjan Tahiri, për shkak se mendoj që i kemi jap shumë kredenciale, jo një dy fjalë jam tash, shumë kredenciale kemi japur Anis Morit, po mendoj që story ose ylli i PDK-s të zgjedhë ka qenë Arjan Tahiri. Një figurë që se ka njohur shumë publiku dhe ka mri me bëni fushat qet me programore, me thonë edhe për kundër që edhe vokon Ramiz Ladrosi. Jo me se kur Ramiz Ladrosi sa i ka udhëheq me komunën. Çfarë story është ka udhëheq me komunën që sa vjet. Ka mujt PDK-n Ka mujt PDK-n, po PDK është apet çatu. Po çaja votë sill çatu. Story është Arjan Tahiri, një djalë që se ka njohur kërkush, një politikan i ri që fitoni përmendni që gjërata re politik. Katër veselin e Hashim Thashin po. Po joni është ai posoj joni. Çdo po thonë. Atë që ka PDK-ja, njëna PDK ka mujt PDK-n. Rregull. Çështu ka qenë edhe në zgjedhjet e kaluara. Flaso për star. Po je nuk ka star bre. Para 4 viteve kush ka qenë? Ka qenë Ramiz Ladrosi në PDK, edhe ka qenë një fraksion tjetër i PDK-s jashtë, që kanë qenë ballotazh dhe kanë humbur. Ramiz Ladrosi tash i ka mujt çata që atëherë kanë qenë ballotazh, i ka mujt rond por. PDK është atë gjithmonë. Me çaj elektorat është atë. Çdo vota janë do. Kish fituar thën Ramiz Ladrosi të shkon kandidati vetë vendosës në rast. Unë kam përshtypjen që jo. Ki pyetje tjera, Arben. Kam përshtypjen që edhe Peci. Kam jeni të faktorizoni person në cilin i cili kret aksidentalisht ka fituar atje. Sepse është votë e njëjtë strukturale e cila jo çdon një kandidati tjetër. Pra, që ka qendrim me japa. Mes PDK-s tash ai ka çu kry o ka vendos kush do të jetë edhe kryetar i arshëm i PDK-s. Ajo është tjetër. Domethënë Ramiz Ladrosi, po do me kallzu kush është kryetari i arshëm i PDK-s? A kuptoni diku ka ardh? Ka fituar një betejë, nuk e ka fituar një betejë. Qysh? Ka fituar një betejë. Ja marr mend se ka fuqi. Po keq që ka. Ka fituar një betejë. Edhe jo një të lehtë. Çe do të thon ti rrodhën ty e thon. Po vajtonë. Edhe jo të lehtë, një betejë jo të lehtë. Çka ka? Ka fituar një betejë me leadershipin e Partisë Demokratike në Drenas. Ku? Në Drenas. Drenas kishe fituar edhe ti. Me PDK. Jo. Po ti kishe Por replikë më shkruaj në djalin tjetër. Hodaj më thonë që kandidati. Për replikë më thonë që edhe Faton Peci i ka koalicionin e tij, e ka vetë vendosjen, e ka pastaj guxon, e ka alternativën në kuadër të koalicionit dhe një subjekt politik në Mitrovic që ka bukur i rëndësishëm që qenë ka forca diasporës. Mitrovica është dimension klasik që kemi ndarje të bloqeve. Domethënë unë i pajtojnë zotin Matoshin është pak më mirë në Kosovë me pas dy darje të bloqeve dhe të lufton aty secili ma çojnë mallin sikur sistemin amerikan.
edhe forcon, janë 2 bloqe aty, tash... Pës është mirë, se dhe Shqipnia ka që ashtu, po kështu që... Nashta e shkon ma mirë, sepse a përshep o stagnojmë